Salihaj, është gabim të kundërshtohet një koalicion në nivel lokal. Ish-deputeti LDK-s Adem Salihaj tha se është gabim të kundërshtohen koalicionet lokale pasi interesat lokale ndryshojnë nga ato qendrore. Ai beson se LDK-ja do të bashkëpunojë me PDK-n në disa komuna, veçanërisht në Prishtinë, si në të kaluarën. Sipas tij, degët lokale duhet të kenë më shumë autonomi sepse përshëndrimi i pushtetit në një person çon në diktaturë. Unë mendoj se është gabim të kundërshtohet një koalicion në nivel lokal sepse interesat lokale dallohen nga ato në nivel të Kosovës. Jam i bindur se LDK-ja do të bëjë koalicione lokale veçanërisht me PDK në Prishtinë, sepse koalicione të tilla pothuajse ka pasur në të gjitha zgjedhjet, qoftë i shpallur ose i pashpallur. Në të kaluarën Isa Mustafa thoshte se u ka ndihmuar shumë Petriti, domethënë Elmire Çiça, për të fituar në Prishtinë. Jam i bindur se kjo mund të ndodhë përsëri. Pra pse të mos bëj koalicion Xhafer Tahiri me vetëvendosje në ushtri, aq më tepër kur vetëvendosja së paku nuk i ka vrarë veprimtarët e LDK-s, siç ka bërë PDK-ja. Degët e LDK-s duhet të kenë një lloj autonomie, sepse kjo do të ishte demokraci, nuk duhet të varet çdo gjë për një personi, sepse shtrëngimet e tepruara çojnë në diktaturë, deklaroi ai. Rugova, autoriteti i Abdixhikut është sfiduar më 9 shkurt kur kemi dalë parti e tretë. Ish-deputeti tjetër i LDK-s Nasir Rugova tha se degët e LDK-s duhet të kenë autonomi në vendimarrje për koalicione lokale pasi qëndrimet qëndrojnë, po krijojnë konfuzion. Ai shtoi se autoriteti i Abdixhikut u sfidua kur LDK-ja doli parti e tretë më 9 shkurt. Vlerësoi se koalicionet në komuna variojnë nga politika nacionale, por në rastin e ushtrisë kryetari i degës së LDK-s është edhe antar i kryesisë qendrore, dhe ky qëndrim i kryesisë qendrore krijon konfuzion të strukturuar dhe degët e partisë, sepse edhe shumë degë të LDK-s janë në balotazh, edhe ne si LDK do të kemi nevojë për koalicione në disa komuna, prandaj degët duhet të kenë autonomi në vendimarrje. Autoriteti i Abdixhikut është sfiduar më 9 shkurt kur kemi dalë parti e tretë, përmbylli ai për bota sot.